Urdhri i Benediktinëve është një prej urdhrave që pati një influencë të jashtëzakonshme. Jo vetëm në historinë e Kishës Katolike Universale, por në mënyrë të veçantë në formimin e identitetit evropian. Manastiret benediktinat, themeluar prej Shën Benediktit, pajitorit të Evropës, të cilët punuan në moton ora et labora, luto dhe puno, nuk ishin thjesht qendra religjioze, por funksionuan si shkolla, spitale dhe qendra kulturore, duke hedhë kështu bazat dhe duke elaboru në maksimum atë që sot njihet si kultura perëndimore evropiane ose identiteti evropian. Prania e tyre në vende të ndryshme formsoi atë që ishte lidhja me këtë identitet. Në vendin tonë, benediktinët mendohet se erdhen në shekullin e 6, ku patën një shtrirë të gjanë ku mendohet se kishte rreth 50 prani, do të thot 50 manastire, të cilat ishin të pranishëm në territorin e shqiptarisë. Ato ishin të pranishëm në Shirq, në Kabash, në Orosh, në arqidioqezën e Tivarit dhe në shumë vendet e tjera, ku në një farë mënyrë treguan këtë përkatësi evropiane të popullit tonë shqiptar. Në këtë vend, në Shirq, në vitin 1290, u ndërtu kjo kishë që tashmë është vetëm rrenojat. E ndërtume si abatësi benediktine, ajo qëndroi deri në ramin e pushtuesve Osman, ku si shumë urdhnat e tjerë, edhe benediktinë, në saje të agresionit dhe të represionit otoman, filluan që çdukeshin. Vendin e tyre në Shqipëni e morën franciskanët që përgjatë pushtimit Osman, ndoqen dhe mbajtën të lidhur Shqipërinë me perëndimin dhe kryesisht me Romen dhe Italinë. Prania e benediktinëve në vendin tonë nuk është thjesht prani e një grupi religjioz, por është lidhja themelore e vendit tonë me Evropën. Është dëshmia saktë se populli jonë është një popull evropian dhe rrajt e tija i ka në këtë kontinent dhe në këtë kulturë.